Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse Allah xhallahu ala ti bekon takimet tona dhe të na bën nga ata që përmendin vazhdimisht deri në takimin me të. Në rrugëzërim duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut azza wa jalla dhe kemi emërtuar këtë temë Gjeneti i kësaj bote. Padyshim se kjo botë është mes prova dhe është mes begative dhe mirësive, po edhe fatkeqësive të ndryshme dhe sprova që e godasin njeriu. Dhe njerëzit, sikur që kemi thënë, nga natyra e tyre është ta kërkojnë rahatin, ta kërkojnë qetësinë dhe lumturinë. Por kjo kërkesë e natyrshme e tyre jo gjithmonë edhe ndiqet nga rrugët e duhura. Andaj njerëzit nganjëherë përpiqen që ta gjejnë këtë lumturi, këtë qetësi, por fatkeqësisht përmes rrugëve të gabuara dhe ato që i largojnë nga lumturia ajo që i afrojnë tek ajo. Dhe kemi thënë se sipas mësimeve të krijuesit të lumturisë dhe mësimeve të krijuesit të qetësisë dhe bukurisë, nëse ekziston në këtë dunjë xhenet që qetëson dhe pushon zemrën e njerëzit, atëherë është padyshim përmendja e Zotit xhallal xhelaluhu. Po kjo përmendje duhet të jetë cilësore, kualitative, që realisht preket me zemër para se të preket me gjuhë, e që njeriu ta ndihen bukurinë e adhurimit të Allahut te barekote dhe bukurinë e përmendjes së tij. Andaj kemi përmendur edhe në takimet e kaluara se njeriu përjeton me të vërtetë një përjetim të këndshëm, të veçantë kur Zoti xhallahu ala përmend. Ai kënaqet dhe disponohet dhe qetësohet zemra e tij kur Zoti xhallahu e përmend. Dhe për ta fuqizuar këtë që kemi thënë, padyshim se ka argumente të shumta që flasin për këtë çështje. Për tyre është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasallam i cili thotë: "Dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." E ka shijuar shijen e besimit, ai që është i kënaqur që Zoti i tij është Allahu dhe feja e tij është Islami dhe Muhamedi alayhi sallam i dërguari i tij. Këto në hadithet pejgamberi e ka shijuar, do të thotë e ka shijuar shijen e imanit. Ndërsa në një hadith tjetër thotë: "Thalathun min kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Tri gjëra kush i ka, e ka shijuar ëmbëlsirën e imanit. Këto e shton krahas shijes edhe do thotë këtë lloj të kësaj shije, e që është ëmbëlsira e besimit. Andaj në bazë të këtyre dy haditheve dhe shumë të tjera ne kuptojmë tri gjëra më rëndësi. E para kuptojmë se imani, besimi, e sbashku me të adhurimin ndaj Allahut dhe përmendja e Zotit kanë shije. Nuk janë thjesht veprime rutinore, sipërfaqësore dhe formale, ato kanë shije. Dhe se Allahu xhallahu ka mundsuar e dyta që të shijojnë ato, që mund të kenë pas shije, po Allahu thotë dunja s'u përjetoni. Që kurse ka gjëra caktuara. Allahu thotë se ajo do të ndodh, po jo në këtë botë. Sikurse për shembull të shikuarit në Zotin xhallahu xhelaluhu. Po në dunja, se për këtë dhikrit Allahu xhallahu ka premtuar se ka shije dhe ajo mund të arrihet, nga se ka thënë dhaqa, e ka shijuar. Dhe e treta ka thënë halawat al-iman. Pejgamberi ka treguar se ka shije dhe mund të shijohet, mund të arrihet, dhe e treta se shija e këtij besimi është e ëmbël, është e këndshme. Është ajo që e qetëson dhe pushon zemrën. Nga se dhe para kësaj ka thënë Allahu xhallahu ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allahu ka thënë me të vërtetë dhe dëgjoni mirë, vëni re, vëni re, dëgjoni mirë se me përmendjen e Allahut pushojnë zemrat, qetësohen. Ne këtu janë gjithë argumente se dhikri Allahu xhallahu ala ndikon tek zemra e njerit. Dhe ky ndikim është i natyrës së disponimit, lumturisë dhe shijes së ëmbël. Po normalisht besimtari nuk e përmend Allahun për ta shijuar shijen, po për ta përmendur Allahun xhallahu ala. Nuk lidhet me shijen, nuk lidhet me përjetimin. Ai e bën këtë për hir të Zotit, se Allahu xhallahu ala është ai që duhet me përmend. Ndërsa shijimi dhe përjetimi janë rezultat i adhurimit të Allahu xhallahu ala. Zemra i lidhet me Zotin xhallahu xhelaluhu, me askën tjetër. Ndërsa njerëzit përballë kësaj janë tri kategori. Kur flasim për kvalitetin e dhikrit,
Dhe cilësinë e përmendjes së Allahu xhalla xhelalu, njerëz janë 3 kategori. Kategoria e parë është ajo që përmend Allahu xhalla xhelalu vetëm me gjuhë. Është e përmendë, thot subhanallah, Allahu akbar, namaz, subhana rabbil azim, e përmend Allahu xhalla xhelalu. Por se ka vëmendjen afër veti. Shëtit mendja ti poshtë përpjet, a menon për atë punë. Realisht ai e përmend Allahu me gjuhën e tij. Por nuk është prezente dhe nuk është shoqëruese e këtij dhikr dhe kësaj përmendje kush? Gjuha e tij. Dhe padyshim se kjo është kategoria dhe niveli më i ulët. Dhe kjo është i mirë, ka sevap, nuk mund t'ja mohojmë. Nga se vetëm përmendja Allahu xhallahu ala sjell mirësi, por nuk është niveli i kënaqshëm. Niveli i dytë, që është më i mirë se niveli i parë, është me përmend Allahu xhallahu ala vetëm me zemër. Çu ndodh kjo? Duke medituar për madhësinë e Allahu xhallahu ala, mediton për begatitë e Allahut, meditim i brendshëm. Apo ku njëri mendon, por ja që nuk e shoqëron këtë meditim me përmendjen e Allahu xhallahu xhelalu, me gjuhë. Dhe niveli më i lartë dhe më i kënaqshëm dhe më i kërkuar është kur do të thotë shoqërohet gjuha me zemër. Mediton për madhrinë e Allahu xhallahu ala, krijimtarinë që Allahu ka krijuar, begatitë e Allahu xhallahu ala, dhe pastaj ky madhrim dhe kjo dashuri ndaj Allahu xhallahu ala dhe ky meditim ja lëvizin gjuhën në përmendje të Allahut, subhanallah, la ilaha illallah. Andaj nga zemra kalon tek gjuha dhe del jashtë në drejtim të Zotit xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye, dietarët thonë kjo është kategoria më e mirë, nga se kur bashkohet gjuha dhe zemra dhe kur bashkëpunojnë në dhikr, padyshim se sillin pretimet dhe mundsojnë shijimin e asaj që sekëm më herët. Ndërsa ju kujtoj të fillim kemi përmendur disa pika përgjithsisht se çish ka mundësi të përjetohet dhikri. Dhe kjo është padyshim ajo pjesa më e këndshme e këtij sqarimi në mënyrë të përgjithësuar, edhe pse padyshim do të vinë edhe detalet praktike të kësaj që po flasim. Mirë po, cila është rruga e përjetimit të dhikrit? Ne po kemi dëshirë që kur Allahun e përmendim, zemrat të rridhen. Sikur se Allahu xhallahu ka thënë, ose besimtarët e vërtetë janë ata që idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ata të cilët kur përmend Allahu xhallahu ala, dridhen zemrat e tyre, edhe nga madhështia, edhe nga madhërimi, edhe nga dashuria dhe respekti e kështu me radhë. Dëshirojmë një përjetim të këndshëm të adhurimit të Allahu xhallahu ala. Dëshirojmë që të ikim dhe të largohemi nga formalitetet, nga përmendja sipërfaqësore, të prekim bërthamën dhe të prekim atë brendësinë e këtij adhurimi që të kënaqemi. Në momentet e trazirave dhe friksimeve, kur e përmendim Allahun xhallahu ala, dëshirojmë që na qetësohet zemra. Dëshirojmë që në momentet e ndoshta dëshpërimit dhe mërzisë, kur Allah të përmendet, na kthehet disponime dhe lumturia. Këtë lloj dhikri kërkojmë. Që ta përjetojmë xhenetin real të kësaj bote, i cili realisht është korridor që të shpihen në xhenetin e botës tjetër. E si arrit kjo? E para të ndërronë vëllezër, padyshim se ka të bëjë me kuptimin e asaj që e themi. Duke pas parasysh se dhikri që ne e përmendim Allahun xhallahu ala me të është në gjuhën që ne nuk e njohim, nuk e dim, në gjuhën arabe. Ne përmendim Allahun xhallahu ala me ato lutje që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne themi për shembull subhanakallahumma bihamdik, tebaraka ismuk. Ne po se kuptojmë, realisht si mbas gjuhës tonë se kuptojmë çfarë themi. Ose themi subhana rabbil ala, po a dim çfarë themi ne? Në njohja kuptimeve. Kur themi për shembull se Allahu xhallahu ala ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar ta bëjmë këtë lutje ose ta bëjmë këtë dhikr, kështu Allahun ta përmendim, është mirë që të njohim edhe gjuhësisht të kuptime. Madje jo vetëm gjuhësisht, por të njohim edhe interpretimet e dietarëve, komentin, nga se komentet e gjitha këtu janë gjuhën arabe, që nuk kupton se ata që e njohin këtë gjuhë kanë nevojë për një njohje që të i kalon dimensionin gjuhësor, pak më në mënyrë përmbajtësore kuptojnë këtë dhikr. E që ne do të mundohemi të mirë me këtë në të ardhmen inshallah. Të marrim një lutje, ta komentojmë, që të shfaqim margaritarët, të shfaqim bukuritë e kësaj lutje dhe këtij dhikri të Allahu xhallahu xhelalu. Pra të njohim përmbajtjen e këtij dhikri, kuptimet që i kanë dhënë dietarët, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga mrekulli që Zoti ia dha është ajo që vetë përmend ai, jawamiul kalim. Thot pejgamberi sa më është dhënë fjala përmbledhëse, do thotë të flas shumë pak por të them shumë. Ne keni pa thot pejgamberi një hadith shkurt, 2 fjalë
komentohet me 2-3 orë. Ka hadithe që janë shumë shkurta, dietar kanë shkruar libra për to. Aq është përmbajtësore porosia e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj rruga që shpihet tek kënaqësia e dhikrit, rruga që shpihet tek pritimi i dhikrit, hapi i parë i saj është kuptimi i asaj që po themi. Edhe gjuhësisht, por edhe interpretimi dhe përmbajtja që e ka ai dhikr. E dyta që kanë thënë dietarët që të ndihmon dhe është hap që të shtyn drejt arritjes së pritimit është ta përjetosh, do të thotë, dhe ta ndihesh se kur Allahu në përmend, ti je duke komunikuar me të. Tash ti po flet me Zotin Xhelal Xhelalu. Është ti komunikon me të, nuk është thjesht një lutje që shkon në përhapësirë. Jo, është një formulim i caktuar që ta ka mësuar dikush dhe që ti në bazë të tij dhe përmes tij komunikon me Zotin Xhelal Xhelalu. Për shembull, ndëruar me manin e kësaj bote. Nëse në njëri ka me thoni fjalim para një kryetari, para njëri të madh. Edhe i thuhet, mëse e përmendsh këtë fjalim. Edhe ai merr mëson. Ndoshta me 10 herë përsërit atë fjalim. Mirë, po s'ka trim, e përsërit e thot shpejt, pse është veç. Edhe pse ndoshta me 100 herë ka thonë vet, kur vjen koha me lezu për atij që është prezant, kur thash po e din se pedriton, tjetër ndjeni është pastaj ato. Tjetër pritim është. Po ti e kon të thonë që 100 herë këtë fjalë, çandroj tash, çaja përmbajtje, çaja thënie është, po tash e dal para këtij që duhet më ia thonë apo. Andaj dallon kur ti e thuash dhikrin, si thënie që i kam thënë përmesh, e dallon kur ti e priton se tash më je duke komunikuar me Zotin e gjithësisë, atë që ka gjithçka në dorë. Andaj e priton këtë komunikim dhe priton ato që ndodhen përmes këtij komunikimi. Se Allahu xhallahu ala të përmend ty apo. Andaj përmendoni këtë hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për vlerën, dhe do ta marrim inshallah të ardhmen, për vlerën e disa lutjeve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto lutje shkojnë tek arshi i Zotit xhallahu xhelaluhu dhe sillen rreth tij duke e përmendur tek Zoti xhallahu ala dhe në shoqërinë e lartë emrin e përmendës apo subhanallahu. Realisht ai dhikr që ti e përmend Zotin me të mundson që të përmendesh në nivel më të lartë, me autoritetin më të lartë mundshëm që ti arrin. Me çdo kur e priton, ose njëri ndryshe priton, ndryshe e ndin. Mjafton që Allahu ka thënë fadhkuruni adhkurkum. Allahu subhanahu wa taala ka thënë, më përmendni mua, ju përmendun juve. Ne përmend ti kur subhanallahu, Allahu po të përmend. Sa është kjo madhështore? Ti pasi po komunikon me Allahun xhalla xhelalu. Ti po thosh për shembull elhamdulillah. Çka është kjo elhamdulillah? Ti po i Allahut o Zot, ty të kon falërimi, sa begatin më ke dhënë. Të kujtohen sa begati të ke, të kujtohet veç ti sa fatkeqësit e din që Allah të ka ruajtur, sa ti nuk e din. Atë munduar që gjitha këto pamje të begative dhe mirësive, gjitha këto pamje të mbrojtjeve të Allahu xhallahu ala ti shoqërosh, kur thua elhamdulillah. Thua subhanallah, që i bie se o Allah, ti i pasur nga çdo emet, ti nuk i tmeta, as fjalët e tua nuk kanë tmeta, as veprimet e tua nuk kanë tmeta, ti je i pameta në çdo aspekt. Andaj të kujtohet caktimi i Allahu xhallahu ala që e ka caktuar për ty që ti ndoshta se ke përjetuar që duhet, por ti e din se Allahu xhallahu ala din më mirë çka është për ty e dobishëm atë. Prandaj ky komunikim, edhe në kuptim të folurit, por edhe në aspekt të përmbajtjes, në të vërtetë i jep një kuptim të posaçëm për mendjen e Allahu xhallahu ala. Andaj të mundojmë sa më tepër, normal, nuk mund këtu të përmbledhem për një herë. Mirë, po duhet trajnim. Duhet vazhdimisht njeriu të punon në këtë tim që të mundohet që të i kalon dimensionin formal të dhikrit, duke i shoqëruar këto kuptime të rëndësishme të cilat i mundsojnë njerit me pritu dhikrin dhe përmendjen e Allahu xhallahu xhelalu. Gjithashtu, e treta që i ndihmon besimtarët me pritu dhikrin të ndërlozur është që ta ketë parasysh thash e para për mbajtjen e kuptimin. Apo e dyta të ketë parasysh komunikimin dhe çfarë realisht po ndodh kur ai e përmend Allahun xhallahu ala. Dhe e treta të ndërlozur si hap i rëndësishëm drejt pritimit të adhurimit, drejt pritimit dhe kënaqësisë me përmendjen e Allahut xhallahu ala është
ta kesh parasysh vazhdimisht shpërblimin e madh për atë që po e thua. Për shembull, Muhamedi alayhiselam ka thënë, kush thot subhanallahi wa bihamdi. Shikoj sa është e shkurt, subhanallahi wa bihamdi. Kush e thot këtë fjalë, ja mbjell Allahu një trung, një dru në xhenet. Pasi para thosh subhanallahi wa bihamdi, u mbjell një javë. Subhanallah. Madje ka thënë disa dietar se Allahu xhallahu ala ngarkon melek të posaçëm që i ndërtojnë xhenetin besimtarit. Dhe thot Ibn Rajab rahimahullah në komentin e kësaj thot se melekët punojnë për aq sa i furnizon besimtari. Se ti ki marr punëtor, thosh më mandrej shtat, apo mirë duhet që kjo duhet ani, ja u blej krejt. Shkoni ditë i gjën punëtor tunajt. Ç'po po punoni? Po se ke pru materialin. Ata mbeni këta. Bëre material në vazhdojnë e punu, se ke pru. Andaj thot Ibn Rajabi, edhe melekët pushojnë se punuari dhe u thuhet, e pse s'po vazhdoni? Thonë po presin furnizimin prej toke. Robe s'ka qu mati. Me qu material që të vazhdojnë me ndërtim. Farën e ati trungu, te u dërgën piktujt. Ata e mbjellin xhenet e del trungu në arën tënde në xhenet. Sa bukur është kjo? Andaj kur kënjëri këtë përjeton, se çfarë shpëlimi Allah i jap, subhanallahi bihamdi. Ose për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një lutje e shkurtë. Kush thot, ka thënë pejgamberi sallallahu kush thot, pasi që të përfundon nga ushqimi, ka hëngur bukë, ka pi, alhamdulillah, edhe me thonë alhamdulillah është i mjaftueshme. Po ka diçka edhe pak më gat, normal, ka më mirë. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot pasi e përfundon ushqimin, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush thot falërimi qoftë Allahut i cili më mundsoi të ushqihem dhe më furnizoi pa mundin tim, unë e kam punuar me Allahu xhallahu ala më ka dhënë. Kush e thot kët pas ushqimit, ja fal Allahu gjunat e mëhershme. Para ti hambuk ngopësh, e thosh një lutje dhe bin mëkatet e caktuara të kaluar që i ke bënë Zoti xhallahu. Ne kur e ke këtë paramendim, ndrysh është dhikri subhanallahu, ndrysh është kjo punë. Dhe gjitha këto të ndërlozur janë hapa, janë mjete, janë sebepe që të shpihen tek përjetimi. Nuk janë këto vetë përjetimi. Andaj kur ti ki parasysh këto gjëra, këto s'janë vetë përjetimi. Se ne mundom duke u fokusuar këto e përjetova dhe këtë. Jo, këto janë mjetet dhe hapet e përjetimit. E nëse këto mobilizohen, nëse këto përdoren si duhet, atëherë vije përjetimi. E cili është përjetimi? Ku me ditë une se jam duke përjetuar dhikrin? Cila është shija e këtij përjetimi? Thamë është i ëmbël, po çka i bën i ëmbël me kohë? Kanë thënë dietarët të ndërrozë, kanë thënë se këto që i përmenda dhe ka tjera, po këto janë kryesore që i përmenda, këto janë ato që besimtarin e shtyjnë drejt. Janë hapa që ai ndërmerr me arrit tek qëllimi i përjetimit dhe qëllimi i shijimit të dhikrit të Allahu xhallahu ala. E kur e shijon besimtari adhurimin, çka përjeton? Për shembull, kur ti ke nxet, kur ti e përjeton vapën, çfarë ndjenjë është? Valla mundim, djersitna, apo ka reflektim kjo përjetim? Nuk është njëjtë si me përjetu nxetin si ftaftin. Kur e përjeton nxetin, ka reflektim caktum, apo? Kur e përjeton ftaftin, ka reflektim caktum. Kur ti e shijon limonin, ka tjetër përjetim. Dhe kur e shijon ti ndaj diçka të ëmbël, ka e kështu me radhë. Prandaj besimtari në qoftë se përmend Allahun xhallahu ala dhe i ndjek këto hapa dhe i përflin këto dimensione që i ceka këto tri në përmend Allahun xhallahu ala, përjetimi kryesor është dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Fillon me ndjenjë dashuri të posaçme. Fillon me një lidhje të posaçme me Allahun xhallahu ala. Prandaj ka thënë dietarët, nga shenjat se robi e don Allahun është përmendja e shpeshtë e tij. Sikurse njëri në këtë dunjë diçka që don, shpesh e përmend. Wallahi dikon që nuk e don, me zora përmend. Veç mos pash mund zihir se kurse përmend. Apo a dikon që e don 2-3 fjalë pa ti kthente përmend. Një mohabet po ka s'ka lidhje hiç mohabeti me atë njeri, e sill të qysh edhe pa e përmend. Pse e don? I shkon ngua vet atje.
Si njëri kur është i uritur, bën muhabet, ama pet të buka sill. Që aty e ka ai, ato përjetimi do të thotë ndjenja e urisë bën me përmend ato që kanë nevojë për ta. Andaj kur njëri e përjeton dhikrin, përjetimi kurrizohet me dashuri, me përjetim të këndshëm të dashurisë ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Gjithashtu përjetimi të ndëruar e sjell çfarë? Edhe varfërinë ndaj Allahut xhalla wala. Subhanallah. Unë i varfri, unë që realisht nuk kam kur gjë në dorë, më është mundësuar me përmend atë që çdo gjë ka në dorë atë. Andaj shtohet varfëria për Zotin xhalla wala dhe lidhja me të. Kjo është përjetimi i dhikrit, që ta përjetosh dashurinë ndaj Allahut xhalla wala, ta përjetosh varfërinë që ke për të, ta përjetosh për ulën ndaj tij. Gjithashtu nga kuptimet e përjetimit është ta përjetosh turpin para tij atë. Por subhanallah, unë po përmendja Allahun xhalla wala dhe të qysh turprohesh për Zotin xhalla xhelalu se ti kur po e përmend Allahun xhalla wala, ai po të përmend ty. A nuk turprohesh? Për shembull, njëri që është i ndërgjegjshëm, paramendon me kombin e mes njerëzve ato. Edhe më qyti kush më livdu, filoni që ky, që më ka nimu mu ky, e që më ka gjetë mu ky. Ti ul ky, unë bresen, apo a një që ka për lavdata i ka qef, po njëri modest e ka u prit Allah xhalla, më bëu me livdu e kuq. Apo, më bëu me livdu e kuq njërin, mes njerëzve apo. E paramendoj Allahu po të lëvdon për robët ti, po shumë më të mirë se tok me lekve, po të rob bien po përmend, shikoni robën tim, dëgjoni robën tim kam përmend. Ti turposh para kush jo më përmend Allah te melekët. Kush jo më përmend atje? Kush është emri jam? Andaj ky përjetim është e që kjo është shija, që ky turp për Allah xhalla wala, që kjo është përjetimi i dhikrit apo. E përjeton gjithashtu të ndërozë thash dashurinë, e përjeton varfrinë, e lidhjen, e përjeton turpin, por e përjeton edhe çka? Shpresën Allahu xhalla xhelaluhu. Shpresën tek Allahu xhalla wala shumë se pasi ma ka mundsuar Allahu xhalla xhelaluhu me përmend, po shpresoj shumë se nuk kam më dënuar. Po shpresoj shumë se kam më fal. Se Allahu xhalla wala kujt ka mundsuar ti lagë gjua me përmend Allahu xhalla wala, realisht ja ka zgjat litarën e shpëtimit apo. Andaj ai disponimi, ai lumturia që vije nga shpresa e shpëtimit është shpëtimi i këndshëm që e sjell përmendja ndaj Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj gjitha këtu e sjell kush përmendja kualitative dhe cilësore e Allahu te bareke ve taala. Andaj nëse Allahu xhallahu që të na mundson që ta përmendim Allahun shpesh dhe vazhdimisht, dhe përmendja jonë tjetë me të vërtet shoqërim i gjuhës edhe i zemrës, i cili realisht na mundson që të përjetojmë dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është përjetim më i këndshëm, përjetimi më i mirë i mundshëm këtë botë. Kënaqësia më e madhe është të jetosh në hijen e dashurisë së Allahut xhallahu ala, me dashur Allahun te barekuhu teala, që zemra të përfshihet në këtë dashuri, ta përjetojnë këtë dashuri, këtë lidhje që kemi me Zotin xhallahu xhelalu, sikur njerëzit në këtë botë kur dojnë diçka, kënaqen të net me ta, kënaqen të e përdorën ose mjet ose njëri të bëjë mohabet, e kështu besimtari kënaqet në adhurim të Allahut xhallahu ala, madje mërzitet kur përfundon ndoshta adhurimi dhe komunikimi se duhet me vazhduar punë caktuara, dhe prap kërkon si me vazhdu lidhjen me Allahun xhallahu ala, nga se kjo zemër është e etur vazhdimisht dhe e përmalluar vazhdimisht që të jetë në kontakt me Zotin xhallahu ala. Por kur e shijon ëmbëlsinë e adhurimit dhe kur e përjeton kënaqësinë e këtij adhurimi. Zoti është përbleft me kaq për të fund për sot në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.